Ali ibn Ebi Talibi, radiallahu anhu, luani Allahut. Ali ibn Ebi Talibi ishte prej të parëve që i besuan të dërguarit Allahut alayhi salam në moshën e fëmirisë. Ai ishte një sahabi i ri që njihej si dera e qytetit të dijes dhe që ishte brifamshëm me trimërinë, heroizmin dhe shkatrimin e idhujve në Qabe. Ai ishte një trim që kujtohet me llagapin Kerem Allahu Vejhe, nga që asnjëherë nuk i kishte adhuruar idhujt në jetën e vet. Ishte një hero xhihadi që njihej si Kerrar, njeri që nuk kthehet pas në luftë, dhe Esedullah il Galib, luani Allahut që fiton gjithmonë për shkak të mrekullive që ka shfaqur në trimëri, guxim dhe heroizëm. Aliu radiallahu anhu ishte dhëndri, kalifi i katërt dhe djali i xhaxhait të dërguarit Allahut alayhi salam. Ai njihej edhe si Ebu Hasan dhe Ebu Turab. Babai i tij ishte Ebu Talibi, gjyshi ishte Abdul Mutalibi, nëna e tij ishte Fatime binti Esedi. Për shkak të nënshtrimit të plot që Aliu radiallahu anhu shfaqte kundrejt caktimit hyjnor, i është dhënë Murteza. Ai besoi të dërguarit Allahut alayhi salam në Mekë që në moshën 8 vjeçare të fëmirisë. Aliu radiallahu anhu u edukua nga pejgamberi alayhi salam. Hyrja e tij në Islam ka ndodhur siç vijon. Ishte një vit në të cilin ndjehej shumë mungesa e ushqimit në Mekë. I dërguari Allahut alayhi salam i tha xhaxhait të tij Abbasit: Ebu Talibi është fakirul hal ve kethirul iyal. Domethënë, ka pak të ardhura dhe shumë fëmijë. A thua ta marrim ne nga një prej fëmijëve të tij? Bashkë me Abbasin shkuan tek Ebu Talibi dhe ja shprehën mendimin që kishin. Pasi Ebu Talibi pranoi, Aliun e mori i dërguari Allahut alayhi salam, ndërsa Xhaferin e mori Abbasi radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu që nga ajo ditë nuk u nda asnjëherë prej të dërguarit Allahut alayhi salam. Ai hëngri, piu dhe u rrit në shtëpinë e pejgamberit. Dëgjoi çdo gjë që flitej dhe ibadetet që bëheshin në atë shtëpi. Një ditë, kur i dërguari Allahut alayhi salam po falte namaz së bashku me bashkëshorten e tij Hatixhen radiallahu anha, Aliu po i shikonte i emocionuar. Ai donte t'i kuptonte këtë lëvizje. Andaj e pyeti të dërguarin e Allahut alayhi salam: "Çfarë është kjo?" Resulullahu alayhi salam i tha: "O Ali, kjo është feja e Allahut. Allahu është një dhe nuk ka ortak. Andaj lëre latjen dhe uzan." Pejgamberi i nderuar i tregoi Aliut radiallahu anhu për shirkun. Ai ia shpjegoi atij se sa i keq, i shëmtuar dhe poshtrues ishte shirku. Pastaj i shpjegoi kuptimin e tauhidit. Pasi i tregoi se Allahu e kishte dërguar si pejgamberi, tha: "Po të ftoj në këtë fe." Aliu radiallahu anhu, i cili po i dëgjonte për herë të parë këtë fjalë, u çudit dhe hezitoi për shkak të naivitetit të fëmirisë. Për këtë arsye tha: "Le ta diskutoj një herë me baban." I dërguari Allahut alayhi salam i tha: "Në rregull, diskutoje, por mos ja hap askujt tjetër këtë çështje." Aliu i vogël u zhyt në mendime. Ai mori rrugën për të shkuar dhe diskutuar me baban e tij. Pasi eci pak, në mendje i erdhi ky mendim: mos vallë Allahu e ka pyetur baban tim kur më ka krijuar mua, që dhe unë ta pyes atë për të hyrë në fetë e Allahut. Kështu, hoqi dorë me një herë dhe u kthye me vrap tek i dërguari Allahut alayhi salam. I tregoi për mendimin që i kishte ardhur në mendje. Pastaj i tha se dëshironte të hynte në Islam. Aliu radiallahu anhu tha shahadetin dhe në këtë mënyrë u nderua me Islam. Kur drita e besimit futet në një zemër, njeriu t'i vinë në mendje mendime të tilla, kur njeriu t'i hapen në rrugët e lumturisë. Edhe Aliu ishte prej atyre që e shijoi këtë lumturi që në moshë të re. Prej tij dolën mendime që nuk mund të priteshin për një fëmijë. Me këtë fjalë u bë prej atyre që fituan konsideratën e të dërguarit Allahut alayhi salam. Aliu radiallahu anhu përgjatë gjithë jetës mendoi thellë. Tha fjalë të urta që mbartnin kuptime mjaft të thella. Edhe në ngjarjen e thyerjes së idhujve, shohim këtë përpikmëri të tij. Ai vetë tregon: "Një ditë shkova në Qabe së bashku me të dërguarin e Allahut alayhi salam. Ai më tha: O Ali, ngjitu në supin tim dhe thye idhujt." Unë nuk guxova ta vendosja këmbën mbi supin e tij dhe i thash: "O i dërguari i Allahut, kush mund ta vendos këmbën mbi shpatullën tënde të bekuar?" Nisur nga këtë fjalë, Resulullahu paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të më tha: "O Ali, këmba që është në shërbim të fesë së Allahut nuk rrëshqet nëse shkel mbi shpatullën e pejgamberëve." Pas këtyre fjalëve, ju binda urdhrit dhe e vendosa këmbën në supin e tij. Kur filloi të më ngrinte,
Unë ndjeva sikur mund ta kapja edhe qiellin nëse do të dëshiroja. I rrëzova idhujt lehtësisht dhe i bëra copa duke i hedhur për tokë me fytyrë. Pastaj zbrita në tokë dhe të dy së bashku u larguam menjëherë. Hazreti Aliu ishte prej trimave që nuk i trembej syri. Kur i dërguari Allahut alayhis salam do të nisej për hijret, ai u shtri në shtratin e tij pa hezituar as pak. Në këtë mënyrë sakrifikoi jetën në rrugën e pejgamberit alayhis salam. Ai ishte i ri dhe trim. Askush nuk mund ta mposhte atë në Mekë. I dërguari Allahut alayhis salam e urdhëroi që të shkonte pas dhe të bashkohej me të në Medinë. Edhe Aliu radiallahu anhu eci natë e ditë dhe arriti në Medinë. Kur i dërguari Allahut alayhis salam pas e ishin njëjtur këmbët, madje se po i rridhnin gjak, nuk e mbajti dot veten dhe i dolën lot nga syt. E mori në krah, i fshiu këmbën me pështymën e tij të bekuar dhe u lut që të shërohej. Ai këndoi ajetin fisnik. Ka njerëz që e flijojnë veten për të fituar pëlqimin e Allahut. Allahu është shumë i mëshirshëm me robërit e vet. Surja El-Bekare 207. Aliu radiallahu anhu mori pjesë në të gjitha luftrat. Trimëria, guximi dhe heroizmi i tij u vunë re në të gjitha luftrat. Ndërsa heroizmat që ka shfaqur në luftën e Bedrit, Hendekut dhe Hajberit janë si legjenda. Ai mbante flamurin në luftën e Bedrit. Kundër kurejshve që kërkonin luftëtar në mejdanin e luftës, dolën 3 vetë prej ensarve. Kur kurejshet thanë se ata ishin shumë pas tyre nga aspekti prejardhjes, i dërguari Allahut alayhis salam tha: "Qohu, o Ubade, qohu, o Hamza, qohu, o Ali." 3 trimat dolën në mejdan. Sipas traditës, atyre ju thanë emrat. Kurejshet thanë: "Në rregull, ju jeni të afërmit tan." Ata nxorën shpatat. Hamza dhe Aliu i vranë me një të goditur armiqtë e tyre, Shejben dhe Velidin. Ndërsa 2 të moshuarit, Ubade dhe Utbe, e plagosën njëri tjetrin, por asnjëri nuk e vrau dot tjetrin. Aliu radiallahu anhu kthye dhe me një të goditur e përfundoi dhe punën e atij armikut profetit alayhis salam. Në luftën e Hendekut, doli në mejdanin e luftës kundër Amr ibn Abdudit, i cili ishte prej trimave të kurejshve. Aliu radiallahu anhu tha: "Do të dal edhe nëse është Amri, o i dërguari Allahut." Pejgamberi i veshë atij parzmoren e vet, i vendosi në bel shpatën Dhulfikar dhe u lut nga pas: "O Zot, pranë më ka mbetur vetëm ky nip." Aliu mbroi atë dhe mos lejo të mbesi vetëm. Aliu së pari e ftoi Amrin në Islam. Amri qeshi me të madhe dhe i tha: "Pa më thuaj një herë se kush je." Ai tha: "Jam Ali ibn Abi Talibi." Amri tha duke përçmuar: "Me babain tënd jemi takuar për shumë kohë si vëllezër. Tani po më vjen rënd të vras." Aliu radiallahu anhu i tha: "Po, por mua po më vjen lehtë të vras ty. Ndërkohë edhe ti zbrit nga kali, sepse duhet të jesh këmsor si unë." Kjo fjalë i preku damarët e xahiliyetit Amrit. Ai zbriti me njëherë nga kali dhe sulmoi Aliun radiallahu anhu. Për shkak të një goditje të fortë me shpatë, ja ndau mburojën në dysh Aliut radiallahu anhu. Tashmë radha i kishte ardhur Aliut për të sulmuar. Ai e vrau Amrin me një të goditur që bëri me shpatën që quhej Dhulfikar. Politeistët i ka ploj frika. Për këtë arsye, të gjithë shkuan në çadrat e tyre. Në ato momente ndodhi një furtunë fortë. Ajo i shkuli çadrat e armiqve dhe u shkatërroi gjërat atyre. Mushrikët u detyruan ta linin mejdanin e luftës të poshtruar. Përgjatë çlirimit të Hajberit, Aliut radiallahu anhu i pati rënë mburoje për tokë. Ai e bëri me njëherë mburoi derën e kalas. Me një dorë mbajti derën e kalas dhe me dorën tjetër vazhdoi të luftonte. Kështu luftoi në mënyrë heroike. Ai u ahoqi kokën një nga një hebrejve dhe mundsoi që muslimanët të hynin në kala. Hajberi u çlirua për shkak të kësaj tërrimërie heroike. Për këtë arsye, kur bëhet fjalë për Hajberin, menjëherë në mendje na vjen Aliu. Skllavi të dërguarit Allahut alayhis salam, e Burafi tha: "Pas luftës, derën e kalas arritëm ta ngrinim vetëm pasi u bëm 8 veta." Ndonse Aliu radiallahu anhu ishte kaq i fortë, hero dhe trim, ai ishte shumë modest, bujar, dashamirës, i drejtë dhe i mëshirshëm. Njëherë, përgjatë kalifatit të tij bleu hurma nga tregu. Kur ata që kishte pranë thanë në insistim që t'i mbartnin hurmat, ai u tha: "Jo, këto duhet i mbaj kryetari i familjes." I dërguari Allahut alayhis salam e donte shumë atë. Një ditë e pyeti ndërmjet të gjithë sahabëve: "O Ali, si do të veproje nëse dikujt që i ke bërë mirë do të ta kthente me të keqe?" Aliu radiallahu anhu i tha: "Do t'i bëja mirë." I dërguari Allahut alayhis salam e përsëriti disa herë këtë pyetje. Edhe Hazret Aliu ju përgjigj: "Përsëri do t'i bëja mirë. Përsëri do t'i bëja mirë."
Në këtë mënyrë, sahabët e nderuar e kuptuan shkakun sepse I dërguari Allahut alayhis salam tonte kaq shumë Aliun radiallahu anhu. Të duash dhe të duan nuk është e lehtë, por arritja e kësaj gjendjeje është lumturi e madhe, një pasuri e pafundme, një begati e pashtrueshme. O Zot, na e mundsoj edhe neve që me moralin dhe shërbimet fetare të hyjmë në grupin e njerëzve që duan dhe duhen nga të tjerët. Pas shembujve të virtyteve të Aliut radiallahu anhu, mund të përmendim shpëtimin e vëllait musliman nga borxhi me 6 akçe, paljen që I bëri qafirit I cili e pështyu në fytyrë dhe ecjen e përtreg duke u thënë tregtarëve: nëse silleni me ndershmëri kundrejt njerëzve, do të më kënaqni. Aliu radiallahu anhu u martua me vajzën e Resulullahut alayhis salam, Fatimen radiallahu anha. Atyre u lindën 3 djemë që quheshin Hasan, Husein dhe Musin. Musini vdiqe në moshë të vogël. Gjithashtu u lindën edhe 3 vajza që quheshin Ummu Kulthum, Zejnebe dhe Rukije. Vazhdimësia e pejgamberit alayhis salam u mundësua me ktani për embesa. Ishte muaji Ramazan I vitit të 40 të Hijretit, kur Aliu radiallahu anhu shkonte në namazin e mëngjesit të ditës së premte. U sulmua dhe u plagos nga një shpatë e helmuar e një personi që quhej Ibn Muljem. Aliu radiallahu anhu 2 ditë pas kësaj ngjarje shkoi si dëshmor në botën e përhershme në moshën 63 vjeçare. Namazin e xhenazes ja fali djali I tij Hasani dhe ai u varros në varrezat Nejef. Allahu qoftë I kënaqur prej tij. Allahu Teala na dhënte edhe neve prej trimërisë, heroizmit, dijes dhe zemrës që rrihte për xhihad të Aliut radiallahu anhu. Allahu na bashkoft me të në xhennet. Amin.